Allahun Azza wa Jall e falenderojmë. Salavatet dhe selamat i adërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë dhe madhërojmë Allahun Azza wa Jall për mirësitë dhe begatitë e mëdha që na i ka dhuruar, e në veçanti për mirësinë dhe begatinë e fesë islame, dinit islam, fe e cila bën dobi në çastin dhe në momentin ku s'bëjnë dobi as malli e as evladi. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na ka dhënë ditë xhumoje, ditë feste, ditë bajramit të javës, ditë e cila është e madhe dhe e vlefshme dhe e dashur tek Allahu subhanahu wa taala, dhe e veçon nga ditët e javës të tjera, që besimtari kësaj dite t'ja din vlerën dhe peshën, dhe që të mundohet që këtë ditë të madhe ta shfrytëzon ashtu siç është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Sot themi dita e xhumos nuk është ditë rutinore, nuk është ditë e zakonshme, nuk është ditë ku na duhet vetëm me dalë çati në xhami me kri një obligim dhe mu kthin shtëpitë tona, por se është një ditë e madhe që ka vlerësuar me të madhe feja dhe dini islam, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, adallallahu anil jum'ati man kana qablana. Thot Allahu Azza wa Jall dashti që në të kalumën shumë popuj, shumë umete që kanë qenë para nesh të mos ja din vlerën dhe kimetin ditës së xhumo. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa kana lil yahudi yawmu sabt wa lin nasara yawmu al ahad, fa jaa Allahu bina farazaqana bi yawmi al jum'ati. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jehudët u dhanë mas ditës së shtune, e lanë mas shpinë ditën e xhumo, nuk ja ditën vlerën dhe peshën. E më vonë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, erdhën të krishterët, të cilët u dhanë mas ditës së diell, dhe ata filluan me veçu dhe dallu ditën e diell, dhe thot në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në fund Allahu sjellli ummetin tëm së bashku me mua, e na i bëri të mundshme që ta veçojmë dhe vlerësojmë dhe ta shfrytëzojmë në ibadet ditën e xhumo. Pra falënderimi takon Allahut Azza wa Jall që na ka bërë ummet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe që na ka mundsuar dhe na ka bërë të ditur vlerën dhe peshën e ditës së xhumo. Pra dije dhe vlerësoje këtë ditë të madhe, se çdo xhumo që e përjeton është një dhunti e madhe prej Allahut për ty, që ta ka bërë të mundshme që këtë ditë të madhe të dalësh shëndosh e rahat dhe të madhërosh dhe falenderosh Allahun subhanahu wa taala. Përmendni shkurtimisht disa sunnete të mira që duhet t'i ketë parasysh robi besimtari që jeton në ditën e xhumo. E para themi se është sunnet dhe është shpërblim dhe ka shpërblim të madh që robi në ditën e xhumo të del i lam dhe i shpërlam prej shtëpisë së vet, të shpërlat të merr gusull, hususi dhe në veçanti për ditën e xhumo, që del i pastër dhe i bukur nga shtëpia e vet. E dyta përmendmi që robi të del i parfimosur dhe i zbukurum, me teshat më të mira që i ka në dispozicion në shtëpinë e tij, që të manifeston edhe me shpirt, por edhe me pamje, respektin dhe nderin dhe veçueshmërinë që e ka kjo ditë e madhe, ditë në të cilën është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala me ibadetet dhe adhurimet e tua. Këtë ditë të madhe robi duhet ta shfrytëzon që të bën lutje dhe dua, sepse në këtë ditë Allahu Azza wa Jall pranon lutjet dhe kërkesat e besimtarëve kudo që janë. Kështu që mos nguro që të çojsh durt nalt dhe të thush Allahut Azza wa Jall dhe të kërkosh për nevojat dhe kërkesat që i shet të arsyeshme për vetveten tënde. Dhe themi në fund, është mirë dhe sunet që në këtë ditë të madhe të lexohet edhe Suratul Kahf, sure e madhe dhe e njohur në Kur'anin famëlar, që të mundohemi që këtë ditë ta përjetojmë me shpirt dhe me vepra ashtu siç është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Lut Allahun Azza wa Jall që gjitha xhumot të na e bën kabul dhe makbul, të na bën nga ata që ja din vlerën dhe peshën ditës së xhumo, që dalin në xhumo shkaku se dojnë kënaqësinë e Zotit, e jo pse dalin që të gjithë që dalin në xhumo sepse kërkojnë magfiretin dhe faljen e Allahut, e jo pse kanë dalë njerëzit të tjerë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.